Eliona është shprehur e sinqert, dhe unë këtë gjë nuk mund ta mohoj. Madje e respektoj. Duhet guxim me fol për veten pa filtra, me i nxjerr ndjenjat ashtu siç janë, sidomos në një vend ku çdo fjalë peshohet, ku çdo lëvizje gjykohet. Por brenda meje ka mbetur diçka që më djeg, diçka që s'po më lë me marr frymë lirshëm. Më vjen inat vetëm për një gjë, dhe dua me e than hapur, pa rrotullime, pa zbukurime. Unë në jetën time deri sot jam ruajtur shumë. Ndoshta më shumë se ç'duhet. Jam rrit me idenë që njeriu duhet me pas kujdes me emrin e vet, me figurën e vet, me atë çka i jep botës. S'kam dash kur me ju dhanë njerëzve material me më përtyp. Me më gjyku, me më vendos etiketa që s'më përkasin. Sidomos në këtë pjesën intime, në këtë pjesën e ndjeshme të jetës së një vajze. Kam zgjedh gjithmonë heshtjen para zhurmës, distancën para afërsisë së gabuar, mendjen para emocionit. Sa herë kam qenë në situata ku mundesha me u lëshu, me jetu momentin pa mendu gjatë, diçka brenda meje më ka ndalë. Kam thënë, jo, ruaje veten. Jo, mos i jep askujt të drejtën me fol për ty. Dhe kështu kam ndërtu një mur që më ka mbrojt, por edhe më ka vetmu, dhe ja ku vjen Big Brotheri. Një botë tjetër, një realitet i mbyllur ku koha nuk ecën si jashtë, ku ndjenjat zmadhohen, ku vetmia të shtyn me u kap pas kujto që të jep pak ngrohtësi. Aty nuk je thjesht ti, je ti nën drita, nën kamera, nën mira sy. Dhe pikërisht aty më ndodhi ajo që se kisha mendu kur se do më ndodhte, një moment. Vetëm një moment dobësie. Një afrim, një emocion i palogaritur. Klodi u qua direkt dhe e puthi Elionën. E tha me atë natyrën e vet, ti je budallachk, dhe në zërin e tij kishte dashuri, kishte vrull, kishte diçka të vërtetë. Ai u emocionua, ndoshta harroi ku ishte, ndoshta harroi kamerat. Por unë nuk i harrova dot, në atë sekond më kaloi e gjithë jeta para syve. Mendova për familjen time, për njerëzit që më njohin, për veten time të dikurshme që është ruajtur kaq shumë. Thash, pse pikërisht mua? Pse pikërisht këtu? Pse para gjithë shqiptarisë? Nuk ishte thjesht një puthje. Ishte ndjesia sikur gjithë mbrojtja ime u shem, më dhembi jo se ndodhi diçka njerëzore. Më dhembi se unë nuk jam ajo vajzë që i lë gjërat me ndodh para syve të botës. Nuk jam rrit ashtu. Jam mësu me i mbajt gjërat për vete, me jetu larg zhurmës. Dhe papritur u gjeta në qendër të një historie që nuk e kisha shkruar vetë, e di që shumë njerëz e pan thjesht si një skenë televizive. Disa qeshen, disa gjykuan, disa e harruan të nesërmen. Por për mua nuk ishte kaq e thjeshtë. Për mua ishte përplasje mes asaj që kam qenë gjithë jetën dhe asaj që u shfaqa aty brenda. Fillova me e pyet veten, mos jam unë gabim që jam ruajtur kaq shumë? Mos jeta nuk jetohet me rregulla kaq të forta? Apo ndoshta thjesht u gjenda në vendin e gabuar në momentin e gabuar? Eliona pati guximin me fol. Unë në fillim vetëm heshta. Sepse heshtja ka qenë streha ime gjithmonë. Por sa më shumë kalonin ditët, aq më shumë e kuptoja që kjo peshë s'mund të rri brenda meje. Nuk dua që njerëzit me më pas i dikë që s'jam. Nuk dua që një moment me e përkufizu gjithë karakterin tim. Unë jam shumë më tepër se ajo sken. Jam vajza që ka luftu për veten, që ka punu, që ka dash me ndërtu një emër të pastër, por jam edhe njeri. Dhe njerëzit ndjejnë. Njerëzit gabojnë. Njerëzit ndonjëherë dorëzohen para emocioneve, më vjen inat, po. Do gënjeja po të thoja të kundërtën. Sa herë e kujtoj atë moment më shtrëngohet stomaku. Por njëkohësisht po mëson diçka të re për veten, që nuk mund ta kontrolloj çdo gjë. Që jeta nuk është skenar i shkruar me vizore, ndoshta ajo që ndodhi nuk ishte fundi i botës. Ndoshta ishte thjesht një pasqyrë që më tregoi sa shumë pres nga vetja. Sa shumë frikë kam nga gjykimi. Sa shumë peshë i kam dhënë fjalës së të tjerëve, sot po mundohem me u pajtu me veten. Me e pranu që edhe unë kam të drejtë me qenë e dobët ndonjëherë. Me e pranu që një moment nuk e fshin një jetë të tërë, dhe mbi të gjitha, me e pranu që unë nuk jetoj për kamerat, as për gojet e botës. Jetoj për veten time. Dhe kjo ka më rëndësi se çdo gjë tjetër.
skandaloze. Alba dhe Limi dalin jashtë shtëpisë së Big Brother dhe shkembejnë puthja ata janë fotografuar nga jashtë shtëpisë. Kjo gjë ka ngjallur shumë reagime në rrjetet sociale. Banorja është fotografuar kur Limi ka ardhur afër shtëpisë së Big me makinë. Alba njeh shumë mirë zhurmën e makinës së Limit dhe ka dalë me vrap e ka takuar në fotografinë. Shihen që Alba është afruar të puthi Limin dhe të hidhen fjekësit e Big Brother Kosova kanë reaguar ashpër për produksionin që ka lejuar këtë gjë. Ky moment ka krijuar pikpyetje të mëdha në formatin e Big Brother përderisa një banore ka dalë jashtë shtëpisë së Big Brother. Shumë njerëz mendojnë se Alba po favorizohet shumë nga produksioni. Deri tani asnjë sqarim nga Big Brother Kosova pse Alba ka dalë këtu dhe nuk është ndeshkuar. Alba nuk mund të dalë dhe të hyjë sa herët i dojë qefi. Obori i madh i Top Channelit atë pasdite dukej ndryshe nga ditët e zakonshme. Kamerat lëviznin si zogj të shqetësuar, gazetarët flisnin me zë të ulët në përcepa dhe çdo njeri që kalonte portën kontrollohej 2 herë. Të gjithë e dinin arsyen, sonte do të hapej dera e shtëpisë më të famshme në vend dhe një emër i ri do t'i bashkohej aventurës së Big Brother Albania 5. Ai emër ishte Limi. Pak para se të niste prova gjenerale, një fotograf e kapi Limin teksa priste në obor, me një çantë të vogël në dorë dhe me sy që i shkëlqenin nga emocionet. Fotoja u përhap me shpejtësi nëpër portale, një djalë i thjeshtë, me xhaketë të errët, flokë të krejur shpejt dhe me një buzëqeshje që mundohej ta fshite ankthin. Askush nuk dinte shumë për të, dhe pikërisht kjo e bënte edhe më intrigues. Limi kishte ardhur nga një qytet i vogël i veriut. Miqtë e tij thoshin se ishte njeri i qetë, por me humor të hollë dhe me një kokëfortësi që nuk dorëzohej lehtë. Kishte punuar kamerier, shofer, madje për një periudhë edhe në ndërtim. Nuk kam qenë kurrë i përkëdhelur, kishte treguar në intervistën e shkurtër prezantuese. Nëse hyj aty brenda, dua të jem vetja, jo një personazh i shpikur. Ndërkohë që stafi vraponte për të rregulluar detajet e fundit, ai rrinte pak më larg, si të ishte ende i pavendosur nëse po jetonte realitetin apo një ëndër të çuditshme. Producentët i afroheshin her pas here, i shpjegonin rregullat, i kujtonin se sapo të mbyllej dera nuk do të kishte më telefon, as familje, as botë jashtë. Vetëm kamerat dhe njerëzit e panjohur që do të bëheshin shok, armiq, ndoshta edhe dashuri. Je gati? E pyeti një nga redaktorët, sa mund të jetë gati njeriu për diçka që s'e ka provuar kurrë, u përgjigj ai dhe qeshi lehtë. Në korridoret e studios flitej se hyrja e Limit ishte ruajtur sekret deri në minutën e fundit. Publiku priste emra të njohur, influencues, këngëtar, por produksioni kishte zgjedhur të sillte edhe dikë krejt të panjohur, një djalë nga jeta reale, me histori të zakonshme dhe me ëndra të mëdha. Pikërisht kjo e bënte bastin e fortë. Kur u afrua mbrëmja, dritat e skenës filluan të ndizeshin një nga një. Muzika provë dridhej në mure dhe prezantuesit po bënin provat e fundit të tekstit. Limi u fut në dhomën e grimit, ku një stiliste i rregulloi jakën dhe i tha të merrte frym thellë. Mos haro, kamera e do të vërtetën, i përshpëriti ajo. Ai tunte kokën, por në mendje i kalonin fytyrat e prindërve, të motrës së vogël, të shokëve që i kishin thënë, na bëj krenar. Jashtë, fansat kishin nisur të mblidheshin. Disa e njihnin nga fotot e publikuara, të tjerë thjesht ishin kurioztar. Emri i tij qarkullonte nëpër rrjete. Kush është Limi? Çfarë lojtari do të jetë? A do ta trazoj shtëpinë? Askush nuk kishte përgjigje. Pak minuta para transmetimit live, ai u ndal sërish në oborin ku ishte fotografuar. Shikoi ndërtesën e madhe, logon gjigante të programit dhe mendoi se jeta e tij po ndahej në 2 pjesë, para kësaj dere dhe pas saj. Një teknik i vuri mikrofonin në jak dhe i tha të mos e prekte më. Kur të dëgjosh emrin, thjesht ec përpara, i tha ai. Ora shënoi fillimin e spektaklit. Brenda studios shpërtheu muzika, publiku duartrokiste, prezantuesi prezantonte konkurrentët një nga një. Emrat e parë hynë me bujë, me histori të bujshme dhe me batuta të përgatitura. Limi priste në një korridor të ngushtë. Me zemrën që i rrite fort, më në fund erdhi radha e tij, lojtari më i ri i Big Brother Albania 5. Limi. Dera u hap dhe ai doli në skenë i verbuar nga dritat. Për disa sekonda nuk dëgjonte asgjë veç shurmës së gjakut në vesh. Pastaj pa njerëzit që duartrokisnin, kamerat që i afroheshin fytyrës, prezantuesin që i zgjati dorën. Mirë se erdhe, Limi. Kush je ti? Ai mori frym thellë. Jam thjesht një djalë që ka ardhur të provoj veten, tha. Nuk kam strategji, kam vetëm karakter. Publiku reagoi me zëra të përzier.
Disa e pëlqyen menjëherë sinqeritetin e tij, të tjerë mbeten skeptik. Por loja sapo kishte filluar, rruga drejt shtëpisë ishte e shkurtër. Por për të u duk si një shekull. Çdo hap e largonte nga jeta e vjetër dhe e fuste në një realitet ku çdo fjalë peshohej, ku çdo shikim analizohej. Kur dera u hap dhe konkurrentët e tjerë e pritën me kurreshtje, ai kuptoi se tashmë nuk kishte kthim pas. Mirë se erdhe, vëlla, i tha njëri prej tyre, shpresoj të mos ma bëni jetën ferr, u përgjigj Limi me shaka. Që në orët e para u pa se ai nuk ishte tip që fshihej. Bisedonte lirshëm, tregonte histori nga puna, nga familja, madje guxoi të thoshte edhe mendime që të tjerët i përtypnin para se t'i nxirrnin. Disa e pan si aleat të mundshëm, disa si rrezik. Në dhomën e rrëfimit, kur e pyetën çfarë pret nga kjo eksperiencë, ai u mendua gjatë, dua të shoh sa i fort jam pa maska. Jashtë njeriu fshihet pas punës, pas telefonit, pas shokëve. Këtu je vetëm ti dhe pasqyra. Jashtë shtëpisë, lajmi për hyrjen e tij po bënte xhiron e mediave. Fotoja e bërë në oborrin e Top Channelit ishte kthyer në simbol të fillimit të një kapitulli të ri. Analistët e formatit diskutonin, a do të ishte Limi surpriza e sezonit? A do ta fitonte publikun me thjeshtësinë e tij apo do të humbiste mes karaktereve më të zhurmshme? Askush nuk e dinte. Por një gjë ishte e sigurt, që nga ajo natë, emri i tij nuk ishte më thjesht një djalë anonim. Ai ishte lojtari më i ri i Big Brother Albania 5. Një histori që sapo kishte nisur të shkruhej, me kamera ndezur dhe me një vend që priste ta njihte, dhe ndërsa dritat e shtëpisë u fikën për natën e parë, Limi u shtri në krevatin e tij të ri, duke menduar se jeta ndonjëherë të çon në vende që nuk i ke imagjinuar kurrë. Oborri ku ishte fotografuar mbeti jashtë, por ajo foto do të kujtonte gjithmonë momentin kur një djalë i zakonshëm vendosi të rrezikojë gjithçka për një ëndër të madhe.